mbrëma, ky është edicioni qendror i lajmeve këtu në Radio Televizionin Ora News, titujt kryesor. Bashkimi Evropian do të mbështes me 1 miliard euro krijimin e tregut të përbashkët ballkanik në samitin e Triestes firmoset marrëveshja për transportet. Edi Rama publikon në Facebook emrat e 100 zyrtarëve që kanë marrë më shumë denoncime prej qytetarëve, në listë emra nga pushteti vendor, shëndetësia dhe gjyqësori. Shqipëria është përfshirë nga vatra zjarri për shkak të temperaturave të larta, helikopterët e kompanisë Viva në ndihmë për shuarjen e flagëve. Lirimi Alket Hatia, si konsideruar zoti i drogës në Itali, sjell përplasjen mes institucioneve. Prokuroria apelon gjykatën, ministri i drejtësisë i bën thirrje KLD-s për hetime. Numri i vetvrasjeve në Shqipëri prek shifra alarmante, psikologët theksojnë se shkak është mungesa e shpresës, kërkohet kujdes nga lajmet në rrjetet sociale. Samiti i Triestes në vendet e Ballkanit Perëndimor ka nisur me një takim trilateral mes kancelares Angela Merkel, presidentit italian Paolo Gentiloni dhe atij të Francës Emmanuel Macron. Në përfundim u theksua nevoja për bashkëpunimin në luftën ndaj terrorizmit, për ballimin e fluksit të emigrantëve dhe për një ekonomi të fortë. Kancelaria e Gjermanisë Angela Merkel ka vlerësuar punën e bërë nga Italia për çështjen e emigrantëve në një konferencë të përbashkët për shtyp me dy presidentët që shënoi nisjen e samitit në mënyrë simbolike. Merkel shprehu solidaritet me shtetin italian për politikat e migracionit. Italia ka bërë një punë të madhe për emigrantët dhe ne jemi në solidaritet me Italinë në politikat e emigracionit. Të tre vendet tona duhet të përballen me emigracionin e palishëm përmes bashkëpunimit me Afrikën, veçanërisht në zonat si Nigeria dhe Libia. Ndërkohë, presidenti Gentiloni tha se Italia do të vazhdojë të bëjë pjesën e saj sa i përket çështjes së emigrantëve, ndërsa kërkoi më shumë bashkëpunim. Italia ka bërë dhe do të vazhdojë të bëjë pjesën e saj në ndihmën dhe mikpritjen e emigrantëve. Politika për emigrantët nuk duhet u besohet vetëm disa shteteve, por të jetë shpërndarë në të gjitha vendet e Bashkimit Evropian. Presidenti i Francës Emmanuel Macron shprehu gatishmërinë e vendit të tij për të marrë përgjegjësitë, por tha se nuk duhet lejuar emigrimi i paligjshëm. Ne nuk mund të pranojmë burrat dhe gratë të cilët për arsye ekonomike vinë në vendet tona. Kjo kategori dhe ata që kërkojnë azil janë dy realitete të ndryshme. I pranishëm në takim është edhe kryeministri Edi Rama, i cili mori përgëzimet e kancelares Merkel. Përgëzojmë kolegun ton shqiptar Edi Rama, Shqipëria në udhëheqjen e tij ka bërë progres, uroi Merkel kryeministrin me rastin e fitores në zgjedhjet e 25 qershorit. Është parashikuar që në fund të takimit të firmoset marrëveshja mbi bashkësinë e transportit si një prej rezolutave konkrete të këtij samiti, si dhe pritet miratimi i planit të veprimit shumëvjeçar mbi hapësirën rajonale ekonomike të Ballkanit, që përfshin tregtinë, investimet dhe integrimin digjital. Krijimi i një tregu të përbashkët të Ballkanit do të ketë mbështetjen me 1 miliard euro financime prej Bashkimit Evropian. Johannes Hahn deklaron se investimet do të jenë kryesisht në energjetik dhe transport. Për sa i përket negociatave për anëtarësimin në Bashkimin Evropian, Hahn thekson se bisedimet kanë nisur me Serbinë dhe Malinezi. Komisioneri i Bashkimit Evropian për zgjerimin Johannes Hahn për paranisjes së samitit të Triestes ka bërë të ditur qëllimin e Unionit për të investuar afro 1 miliard euro për gjatë viteve të ardhshme në rajonin e Ballkanit Perëndimor, në fusha si transporti, energjetika dhe infrastruktura. Sipas zyrtarit të lartë evropian, Brukseli do të ndjek skemen e injektimit të investimeve paraprake dhe sipas ekspertëve, ato do të tërheqin me kalimin e kohës investime nga sektori privat. Eine Reihe von Projekten im Bereich Transport bzw. Energie beschließen. Ne kemi një numër të madh projektesh në transport energjetik me vlerë afro 200 milion euro. Ky projekt me kalimin e kohës do të prodhojë investime të tjera që shkojnë deri në 540 milion euro. Vetëm në fushën e transportit ne ofrojmë gati 145 milion euro dhe në rast se do të shfrytëzohet siç duhet, ai mund të sjellë 450 milion euro të tjera. Një tjetër projekt është gasjellsi në mes të Serbisë dhe Bullgarisë, një investim ky prej gati 50 milion eurosh. Plani ka për qëllim që të ndërlidh ekonomitë e vogla e rajonale në një treg të përbashkët i cili brenda 5 viteve mund të gjenerojë 80.000 vende të reja pune. Sa i përket integrimit të plotë të vendeve ballkanike në Bashkimin Evropian, Hahn ka deklaruar se aktualisht po negociohet me Serbinë dhe Malinezi, ndërkohë që sipas tij, vendet e tjera janë ende larg anëtarësimit. Megjithatë, ai theksoi se Brukseli do të vijojë të punojë më afër me qeveritë e shteteve rajonale në rrugën e tyre europiane.
Kryeministri Edi Rama është takuar me homologun e tij maqedonas Zoran Zaev në Trieste të Italisë. Gjatë qëndrimit të tyre atje me rastin e samitit për vendet e Ballkanit Perëndimor, qëllimi i takimit, si shkruan Rama në Facebook, është forcimi i miqësisë mes dy vendeve dhe thellimi i bashkëpunimit. Kryeministri Edi Rama është takuar me homologun e tij maqedonas Zoran Zaev në Trieste të Italisë gjatë qëndrimit të tyre atje me rastin e samitit për vendet e Ballkanit Perëndimor. Qëllimi i takimit, siç shkruan Rama në Facebook, është forcimi i miqësisë mes dy vendeve dhe thellimi i bashkëpunimit. Kryeministri Rama thekson gjithashtu rëndësinë e marrëdhënies ndëretnike mes shqiptarëve dhe maqedonasve që jetojnë në shtetin fqinj, duke shpresuar në një kapitull të ri të historisë në drejtimin e Zaev. Në Trieste me kryeministrin Zoran Zaev për forcimin e miqësisë e thellimin e gjithanshëm të bashkëpunimit mes dy vendeve tona, me urimin që faqja e re premtuar nga kryeministri Zaev në marrëdhëniet ndëretnike mes dy popujve që formsojnë Maqedoninë Mike, të shkruhet me vepra të prekshme për të gjithë shqiptarët, të cilët jetojnë në shtetin fqinj. Takimi mes kryeministit Rama dhe Zoran Zaev vjen pas përplasjeve të shënuara mes vendit tonë dhe Maqedonisë për ta ashtuquajturën platformë shqiptare. Presidenti i Maqedonas Gjorgji Ivanov dhe ish kryeministri Nikola Gruevski kanë akuzuar Edi Ramën për përfshirje në punët e brendshme të Maqedonisë dhe se platforma e partive shqiptare të Maqedonisë sipas tyre është hartuar në zyrën e vetë Ramës. Megjithatë, sot kabineti Zaev ka në përbërje të tij 6 ministra shqiptar dhe në agjendën e qeverisë maqedonase ka hyrë edhe çështja e të drejtave të shqiptarëve që jetojnë në Maqedoni. Ministri i Jashtëm Ditmir Bushati nga Trieste vlerësoi samitin e zhvilluar mes vendeve të Ballkanit, duke thënë se do të konkretizojë dy nisma të rëndësishme si transportin dhe krijimin e zonave rajonale ekonomike. Bushati tha se për këto duhet ndihmë financiare edhe nga Bashkimi Evropian. Ministri i Jashtëm Ditmir Bushati foli për rëndësinë e traktatit të Triestes mes vendeve të Ballkanit Perëndimor, duke thënë se do të konkretizojë dy nisma: traktatin e transportit dhe krijimin e zonave rajonale ekonomike mes vendeve të Ballkanit. Do të konkretizoj dy nisma, fillimisht traktatin e transportit, i cili vjen pas traktatit të energjisë dhe pas disa sipërmarrjeve të vetë vendeve të Ballkanit Perëndimor dhe Bashkimit Evropian. Përpjekja për krijimin e zonës rajonale ekonomike është një përpjekje për të stimuluar më tej bashkëpunimin në fushën tregtare, në fushën ekonomike ndërmjet vetë vendeve të Ballkanit Perëndimor dhe për të përballuar së bashku sfidat ekonomike që vijnë nga procesi i antarësimit në Bashkimin Evropian. Bushati theksoi se nuk është momenti për të komentuar mbi rëndësinë e procesit të Berlinit, por për të zbatuar projektet për të cilat është rënë dakord në letër, të cilat do të ndryshojnë pozitivisht ekonominë. Nuk është thjesht momenti për të marrë në shërtim procesin e Berlinit dhe efektivitetin e procesit Berlinit, por për të punuar së bashku me institucionet e Bashkimit Evropian për të zbatuar ato projekte për cilat ne kemi rënë dakord në letër, ato projekte cilat do të cilin një ndryshim pozitiv dhe do të cilin një perspektivë edhe më të prekshme ekonomike, politike për qytetarët tanë. Bushati tha se Bashkimi Evropian është pjesë e këtij procesi dhe mbështet procesin e Berlinit, por nevojitet një mbështetje më e madhe financiare. Qytetarët i përgjigjen kryeministrit për eksperiencat e tyre negative me emra punonjësish konkret dhe Edi Rama publikon të gjithë emrat në faqen e tij të Facebookut. Nismës së kreut të qeverisë për eksperiencat negative, qytetarët janë përgjigjur me raste konkrete, opinione personale dhe sugjerime për zgjidhjen e problemit. Kryeministri Edi Rama publikoi në faqen e tij të Facebookut një listë me 100 emra të ardhur nga qytetarët si përgjegjës për praktikat negative në zyrat e shtetit. Në raportin e përgatitur pasi i pyeti qytetarët për eksperiencat negative që kanë kaluar në zyrat e administratës, kryeministri ka marrë 310 komente ankesë për sistemin gjyqësor dhe kushtet e punës në sektorin privat. 702 komente qytetarësh shprehin një opinion pa ju referuar eksperiencave personale, nga të cilët 166 mbështesin këtë nismë të kryeministrit. 235 komentues perceptonin që praktikat negative ekzistojnë në përgjithësi në të gjitha nivelet e administratës, ndërsa 301 të tjerë shprehin perceptimin e tyre duke vënë gishtin tek disa institucione si hipotekat, aluizni, shëndetësia, arsimi, OSHE dhe policia. Kryeministrit i kanë ardhur edhe 343 sugjerime se si duhet ta përmirësojë këtë problem, ku një reformë e thellë në administratë shihet si zgjidhje. 713 qytetarë kanë sjellë një rast konkret problemesh në administratë, ku nga këto 111 i përkasin praktikave të këqija në nivel bashkish, 98 raste korrupsion në hipoteka, 78 raste korrupsion në shëndetësi, 58 raste në arsim, 54 raste tek aluizni, 48 raste për policin,
44 për Kemp dhe 41 për Ocean. Qytetarët kanë shkruar edhe emrat e punojësve të cilët kanë krijuar këto problematika, të cilat kryeministri i ka publikuar të plota në profilin e tij të Facebookut. Vetëm Partia Demokratike ka moralin për të udhëhequr betejën ndaj krimit, drogës dhe korrupsionit që solli mazhorancën fiktive më 25 qershor. Kështu ka deklaruar Lulzim Basha në takimet e zhvilluara me demokratët në jug të vendit. Basha tha se mbi 450.000 shqiptarë që ndoqën rrugën e Partisë Demokratike duke refuzuar presionin e krimit dhe të shtetit janë një frymëzim për të ecur përpara. Lulzim Basha ka takuar demokratët e Gjirokastrës, Tepelenës, Memaliet, Përmetit dhe Këlqyrës, ndërsa ka theksuar se mazhoranca e sotme është fryt i deformimit të vullnetit të qytetarëve. Sipas tij, në 25 qershor u blen votat fal një skeme që kishte kohë që ishte vënë në jetë. Me fillimin e fushatës, ju gjetët një terren tërësisht të helmuar dhe të minuar nga aktiviteti kundërshtarit, i cili shumë raste prej javësh dhe muajsh kishte kryer kapjen dhe nështrimin e votuesit përmes shitblerjes votës dhe kishte vënë funksion të kësaj gjithë makinerinë e presionit pushtetit dhe të bandeve. Në këto kushte, njësoj si vitin 91, peshorja ishte e prishur. Në një anër ishte arrestuar pushteti, shteti, administrata, institucionet, policia, banda me parat e tyre, lekët e korrupsionit, përqindjet e tenderave dhe koncesioneve, të gjitha mediat, dhe nga ana tjetër e vetmja palë, e vetmja parti që doli para shqiptarëve, pa aleancë me krimin. Nuk u përlye në shitblerje votash dhe ofroi një program politik për hallet e shqiptarëve, ishte Partia Demokratike. E vetmja forcë që ruajti moralin në këto zgjedhje ishte Partia Demokratike, tha Basha. Ndaj, 450.000 votuesit sipas tij janë një burim frymëzimi për ecjen përpara. Tani të gjithë e panë se Edi Rama nuk mund mbaj zgjedhje të tjera të ndershme, se me krimin dhe drogën nuk mund të ketë zgjedhje të tjera të ndershme, se vetmja rrugë është përballja dhe fitoria mbi ta, me masën popullore që mund dhe do të ndjek vetëm ata që kanë moralin për ta udhëhequr të betejë. Dhe moralin sot nuk e ka asnjë forcë tjetër politike përveç Partisë Demokratike. Lulzim Basha tha se rruga e ringritjes nis nga bashkimi i çdo demokrati dhe vlerësimi në bazë të kontributit. 10 ditë nga votimi për kryetar, Eduard Selami kërkon Lulzim Bashës që të publikojë listat e antarësisë dhe të mbajë premtimin se debatet do të jenë të hapura për median dhe publikun. Kandidati Selami ka vijuar turin e takimeve me demokrat në Gjirokastër, Tepelen dhe Këlqyr, ndërsa thotë se Basha duhet të distancohet nga marrëveshja me Ramën, e cila sipas tij është një ndër arsyet kryesore të humbjes. Si akt të parë për këtë, i kërkon tërheqjen e ministrave teknik. Në kulmin e fushatës, kandidati për kryetari i Partisë Demokratike Eduard Selami i ka drejtuar dy kërkesa rivalit Lulzim Basha. Në një postim në Facebook krahas falënderimit për mbështetësit, Selami i kërkon Bashës t'i qëndrojë premtimit që debatet mes tyre të bëhen të hapura për mediat dhe publikun, dhe jo siç ndodhi në Korçë. 10 ditë nga votimi për kryetar të PD, Selami kërkon publikimin e listës së antarësisë, që do të votojë në 22 korrik. Nuk ka asnjë arsye që këto lista të mbahen të fshehta, ne nuk jemi parti e jashtëligjshme, shpreh Selami. Antarët e PD-s janë krenar që janë demokratë dhe nuk kanë frikë që ta fshejnë antarësinë, ndaj hape partinë, zoti Basha. Selami i qëndron idesë se gara është e pabarabartë, por është i bindur se është tërësisht e fitueshme. Unë dua që PD-ja të rikthehet edhe njerë vlerave demokratike dhe perëndimore të saj, së bashku do ta fitojmë këtë garë dhe do të dalim më të fortë. Kërkesat ndaj Lulzim Bashës, Eduard Selami i ka vijuar dhe në takimet me strukturat në Tepelen, Gjirokastër dhe Këlqyr. Ai ftoi Bashën të shprehet qartë kundër një koalicioni të mundshëm me Partinë Socialiste dhe të tërheqë menjëherë ministra teknik. Nuk e kuptoj pse duhet të rrinë tani ministrat tanë qeveri. Duke të distancuar që tani nga marrëveshje se morën vesh se si u bë, që ishte nga shkaqet e humbjes. Tërhiqi ministrat nga qeveria e tanishme. Pranoj që ne nuk bëjmë koalicion qeveritar me Partinë Socialiste. Nëse ne do të vazhdojmë që të lozim me dy porta, të shikojmë nga duart LSI-n dhe PS-n me këtë njëri tjetër, unë mendoj që ne humbja jonë do të vazhdojë dhe të thedhohet më shumë. Eduard Selami tha se Partia Demokratike ka shpërdoruar besimin që shqiptarët i dhanë në vitin 1992, duke u dorëzuar para ambicjes për të shndërruar Shqipërinë në histori suksesi. Ishte një mandat për të ndarë nga një epokë brutale. Ne e shpërdorua, e fillua mirë, po e shpërdorua, e dorëzuam. Nuk e shpërdoroi Gjermania pas luftës së dytë botërore, Konrad Adenauer. Përkundrazi, vazhdoi disa mandate, 79 vjeç ishte, kur e mori mandatin e parë.
e vazhdoi dhe e bëri Gjermani një nga historitë më të mëdha të suksesit. Pse? Sepse e zgjeroi demokracinë, krijoi institucionet, mësoi nga eksperienca amerikane. Selami ka besim tek antarësia se do të zgjedhin modelin e duhur që e rikthen të djathtën në rrugën e suksesit dhe ndjek modelet më të mira demokratike. Tenten do të mësohet nëse shpëtimi Drizi do tjetë apo jo sërish deputeti Parlamentit Shqiptar. KQZ ka pranuar këtë të mërkur kërkesën e PD-s për rinumërim të votave në 49 qendra votimi në Tiranë dhe ku pretendon se gjenden vota mjaftueshëm që ta bëjnë kryetarin e PD-s deputet. Paraditet do të rinumërohen dhe 23 kutit e qendrave të votimit në Tiranë sipas kërkesës së Partisë Socialiste. Jem dakord me 7 vota për asnjë kundër. Me vot unanime, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve vendosi të bëjë rinumërim të votave për qarkun e Tiranës për zgjedhjet e 25 qershorit për 72 qendra votimi, duke pranuar kështu si të drejtë ankimimin e PD-s dhe të Partisë Socialiste. Përkatësisht, Partia Socialiste kërkoi rinumërim në 23 qendra votimi, ndërsa PD-ja në 49. I pranishëm në mbledhje, shpëtimi Drizi hodhi akuza për tjetërsim të votës. Rastet që ne kemi paraqit, apo qoftë edhe Partia Socialiste, tregojnë dhe herë tjetër që në procesin e numërimit vullneti i qytetarëve është i vlerësuar. Sa për majorancë apo për opozit, sot nuk flasim për pozicione të tjera, po deri këto zgjedhje kemi qenë gjithë bashkë në atë që dikush e ka quajtur tepsi. Ndërsa përfaqësuesi i Partisë Socialiste Saljani paraqiti prova për parregullsi në procesin e numërimit në 23 qendrat e votimit. Provat që rrethojnë të administrohen është vendimi i KQZ-s numër 522 që ne kemi depozituar, vendimet e KQZ-ve për sa i përket objektit ankimit për ato KQZ, tabelat e grupit numërimit që ne tashmë kemi depozituar para jush, shkletët e votimit të printuara nga ana jonë që ndodhen në këto qendra votimi, të cilat ne kemi kërkuar rinumërim dhe rivlerësim. Procesi i rinumërimit do të nisë nesër në orën 10 në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve dhe rezultati do të ndajë nëse mandati do t'i shkojë PD-s së shpëtimi Drizit, i cili me 37 vota mund të kalojë pragun për të bërë deputet i Parlamentit të ri. Prokuroria e Durrësit ka reaguar menjëherë pas vendimit të lirimit të 45 vjeçarit Alket Hatia nga gjykata e shkallës së parë. Organi i akuzës i është drejtuar gjykatës Apeli duke kërkuar riarestimin e tij me qëllim ekstradimi në shtetin italian, ku është dënuar me 20 vite burg. Një ditë pas vendimit të gjykatës së shkallës së parë të Durrësit, e cila liroi me detyrim paraqitje 45 vjeçarin Alket Hatia, i kërkuar nga drejtësia italiane, ka ardhur dhe reagimi i prokurorisë. Organi i akuzës i është drejtuar menjëherë gjykatës së Apelit Durrës, duke kërkuar riarestimin e të akuzuarit në pritje të ekstradimit të tij në shtetin italian për të vuajtur dënimin me 20 vite burg, të marrë për trafikim të lëndëve narkotike. Në ankimimin e saj, prokuroria e Durrësit argumenton se vendimi i shkallës së parë, që vendosi lirimin e menjëhershëm të 45 vjeçarit, është i padrejtë dhe në kundërshtim me aktet ligjore që rregullojnë këtë aspekt ndërmjet shteteve në procesin penal. Ndërkohë, gjykata nga ana e saj ka argumentuar lirimin mbështetur në kërkesën e avokatit të të akuzuarit, sipas të cilit Hatia ishte dënuar një herë më parë në Shqipëri në vitin 2010 për këtë vepër, me të njëjtat fakte, dënim të cilin e ka shlyer. Ndërkohë, lirimi i 45 vjeçarit ka gjetur pasqyrim dhe në mediat italiane. Të përditshmet La Repubblica, Il Giorno, Agenzia ANSA informuan se Alket Hatia, 45 vjeç, është një nga botët më të mëdhenj të trafikut të drogës nga Shqipëria drejt Italisë. Ai ishte shpallur prej vitesh person në kërkim, po për të kishte shumë pak të dhëna. Për herë të parë Hatia mbriti në Itali në vitin 1997. Jetonte në komunën Campomorano në provincën e Campazos në një banesë në rrugën Kennedy, ku kishte punuar për pak kohë në bujqësi. Sipas mediave italiane, hetimet e policisë italiane kanë vërtetuar se nga janari i vitit 2003 deri në mars të vitit 2004, Alket Hatia kishte trafikuar në 59 raste në qytetin e Milanos rreth 350 kg heroin e 190 kg kokainë me vlerë 35 deri në 40 milion euro. Në prill të këtij viti, gjykata e Milanos mori vendimin përfundimtar, duke e dënuar me 20 vjet burg për trafik ndërkombëtar droge. Sipas investigimeve, bashkëpunimi i Interpolit me policinë shqiptare kishte mundur të identifikonte se Alket Hatia jetonte në një vilë luksoze me bunker në zonën e Beratit, i rrethuar nga roje personale të armatosura.
Jehona që pati në media lirimi nga gjykata e Durrësit Alket Hatis ka sjellë edhe reagimin e Ministrit të Drejtësisë. Gazmend Bardhi është drejtuar me një shkresë Inspektoratit të Këshillit të Lartë të Drejtësisë për të kryer verifikimin e rastit. Ndërkohë nga ana tjetër ka reaguar edhe vetë gjykata e Durrësit. Në një njoftim për mediat, kjo gjykatë sqaron se ka gjetur të pabazuar kërkesën e prokurorisë për ekstradimin e tij, pasi ajo nuk shoqërohej me kërkesën e Ministrisë së Drejtësisë për caktimin e masës së sigurimit arrest me burg. Po kështu, në vendimin e saj gjykata sqaron se Alket Hatia ka paraqitur në gjykim edhe një vendim të gjykatës së shkallës së parë për krimet e rënda në të cilin është dënuar me 10 vjet e 8 muaj burgim për veprën penale të trafikimit të lëndëve narkotike, të cilin e ka kryer në burgje shqiptare. Sipas pretendimit të tij, me këtë vendim ai është dënuar nga gjykata e shkallës së parë për krimet e rënda për të njëjtat vepra penale për të cilat është dënuar nga gjykata e Milanos dhe nuk mund të dënohet 2 herë për të njëjtat vepra penale. Policia italiane ka arrestuar 5 korrier droge shqiptar në Itali pasi nëpërmjet përgjimeve është faktuar se ata ishin të përfshirë në trafikun ndërkombëtar të drogës. Guardia di Finanza ka bërë me dije se në total numri personave të arrestuar është 7 dhe operacioni ka nisur që në vitin 2016 kur u sekuestruan 800 kg marijuan, 3 kg kokainë dhe 2 pistoleta. 7 persona, ndër të cilët 5 shqiptar janë arrestuar në orët e para të mëngjesit të sotëm në Itali në akuzën e trafikut të drogës dhe armbajtje pa leje. Hetimet në kuadër të operacionit Sperem kanë nisur në vitin 2016 në provincat e Komos, Milanos e Monza Brianza, duke sjellë sekuestrimin e rreth 800 kg marijuan, 3 kg kokainë dhe 2 pistoleta. Gjithashtu në kuadër të këtij operacioni është marrë masa e sekuestros edhe për 2 apartamente dhe 5 llogari bankare. Sipas Guardia di Finanza, nëse do të hidhej në treg, vlera e drogës së sekuestruar do të kapërcente 2,5 milionë euro. Sipas mediave italiane, shqiptarët e arrestuar janë Bledar Beleri 36 vjeç, Bujargjezo 42 vjeç, shtetasit me iniciale VM 32 vjeç, RB 34 vjeç dhe ER 30 vjeç. Në videon e operacionit të shpërndar nga Financa Italiane identifikohen emrat e fotot e 2 prej shqiptarëve të arrestuar. Në përgjimet e kryera nga policia italiane, Bledar Beleri pikase duke çmontuar një nga makinat e shërbyera për transportimin e drogës i ndihmuar në telefon nga mekaniku që ka modifikuar makinën me një vend të fshet enkas për të trafikuar lëndë narkotike. Droga mbërrinte në rrugë detare në brigjet e Lecces në Itali e më pas transportohej me automjete drejt veriut të Italisë, ndërsa shqiptari Bujargjezo 42 vjeç është arrestuar në flagrancë ndërsa transportonte me automjet lëndë narkotike të tipit marijuan. Në Dibër dhe Konispol janë shfaqur vatra të reja zjarrit, të cilat kanë shkrumbuar me qindra hektar pyje dhe në disa raste kanë rrezikuar banesat. Për shkak të terrenit vështirë, emergjencat civile kanë kërkuar ndihmën e kompanisë helikopterëve Viva. Ndërhyrjet nga ajri të helikopterëve kanë bërë të mundur shuarin e flakëve në fshatin Maqellar dhe në malin Mile. Vatra të reja zjarri janë shfaqur në territorin shqiptar duke shkrumbuar qindra hektar me pyje dhe duke rrezikuar jetën e banorëve. Në orët e para të mëngjesit, emergjencat civile kanë kërkuar ndihmën e kompanisë helikopterëve Viva për shuarin e flakëve në fshatin Maqellar në Dibër. Helikopteri të vinë në ndihmë të forcave zjarfikse, forcave të policisë së shtetit dhe forcave të bashkisë për shuarin e zjarrit, i cili ka marrë përmasa të mëdha dhe rrezikon banesa. Theksohet në kërkesën që sekretari i përgjithshëm i emergjencave, Genci Gjonçaj, i drejton kompanisë Viva. Përgjigjja dhe ndërhyrja nga ajri ka qenë e shpejtë duke mundësuar izolimin e flakëve. Pas përfundimit të këtij aksioni, kompania Viva i është përgjigjur një tjetër thirrje, këtë herë në jug të vendit. Lufta me flakët ka vijuar në Konispol, ku një zjarr i përmasave të mëdha, favorizuar edhe nga era, ka shkrumbuar hektar me pyje në malin Mile. Me kërkesë të emergjencave civile, nesër mbrin nga Gjermania dhe 2 helikopterë të kompanisë Viva. Helikopterët po punojnë nga mëngjesi deri në mbrëmje për shuarin e flakëve. Kodrat e lushnjës në fshatrat Kosovë Vogël dhe Çiflik po digjen nga zjarri që nisi pas ditën e së martës, që ka përpirë deri tani 7.000 ullinj dhe pemë frutore. Terreni i thyer ka pamundësuar ndërhyrjen e mjeteve të zjarfikses, kështu që banorët dhe efektivët kanë ndërhyrë me mjete rrethanore dhe kanë mundur të lokalizojnë vatrën e zjarrit vetëm në orët e para të mëngjesit.
7.000 dru frutor janë djegur totalisht në kodrat e Kosovës vogël dhe Çiflik në Lushnje. Zjarri që përfshiu zonën mbrëmjen e së martës është përhapur në mbi 30 hektar sipërfaqe, ndërsa zjarfikësit e kanë pasur të pamundur të ndërhyjnë për të izoluar vatrën e zjarrit, pasi terreni është tepër i thyrë dhe nuk mundson hyrjen e mjeteve. Në pamundësi të përdorimit të mjeteve, banorët e zonës së dëmtuar së bashku me efektivet e shërbimit zjarfikës kanë ndërhyrë me mjete rrethanore për të shuar flakët. Edhe në orët e para të së mërkurës ka vijuar të digjet një pjesë e mire kodrave, të mbjella me ullin dhe dru frutor. Sipas llogaritjeve të para, rreth 7.000 dru frutor janë djegur totalisht gjatë mbrëmjes së djeshme dhe dëmet pritet të rriten. Era ka favorizuar përhapjen e flakëve, ndërsa forcat zjarfikse kanë qenë të pafuqishme për të ndërhyrë. Banorët kanë qenë dëshmimtarë se si digjej parasyve pasuria e tyre nga zjarri, që deri më tani konsiderohet të jetë aksidental. Rasti i vogëlushes 2 vjeçare, Altea Jubi, e cila është djegur në 70% të trupit dhe prej ditësh ndodhet në gjendje kritike për jetën, ka marrë dhe vëmendjen e kryeministrit Edi Rama. 2 vjeçaria do dërgohet për trajtim të specializuar në Turqi. Lajmi është bërë ditur nga ish ministri e Shëndetësisë Ogerta Manastirliu, e cila ka vizituar në qendrën spitalore Nën Tereza vogëlushen Jubi. 2 vjeçari Altea Jubi ka marrë djegje të rënda teksa ranë një tenxhere me qumësht disa ditë më parë. Rastin e kanë publikuar në rrjetet sociale familjar të vogëlushes, të cilët kanë apeluar për ndihmë. 70 të vullnetar shqiptar dhe të huaj janë bërë pjesë sot e nismës më të fundit të Bashkisë Tiranë për të bërë pjesë e punëve që u vinë në ndihmë jo vetëm bashkisë, por edhe njerëzve në nevojë. Gjatë aksionit për pastrimin e parkut të liçenit, kreu Bashkisë tha se është me rëndësi nxitja një ndërgjegjësimi për të bërë pjesë aktive e punëve në kryeqytet. Bashkia e Tiranës ka nisur promovimin e punës vullnetare duke nisur aksionin gjatë mëngjesit të kësaj të mërkure me pastrimin e parkut të liçenit. Për kreun e bashkisë, Erion Velia, ndryshimi balancave midis të huajve dhe shqiptarëve që morën pjesë në këtë aksion është një lajm i mirë. Dua gjithashtu që t'i ftoj qytetarët e Tiranës të bëjmë më shumë punë vullnetare. Ndonjëherë ndihem pak keq kur ka më shumë të huaj, më shumë amerikanë që bëjnë punë vullnetare sesa ne shqiptarët. Për herë të parë sot pash që vullnetarëve amerikanë ishin bashkuar dhe shumë të rinj të qytetit Tiranës për të kuptuar që vullnetarizmi nuk është një çështje e mirëqenies ekonomike, po është një çështje e gjendjes tënde shpirtërore dhe gjendjes tënde mendore si qytetar i mirë. Drejtoria e Korpusit të Paqes, Kate Becker, vlerësoi angazhimin dhe seriozitetin e treguar nga të rinjt shqiptar dhe amerikan. Dua të falenderoj qytetin për një punë të mrekullueshme. Ne mblodhëm veturinë rreth e përqark pembe, morëm mbështetje dhe punuan si ekip, duke organizuar projektin me rreth 70 vullnetar shqiptar dhe rreth 100 amerikan. Ishte një ditë mrekullueshme dhe vlerësoj çdo gjë. 170 vullnetar të huaj e shqiptar, pjesë e Korpusit të Paqes, u angazhuan që në orët e para të mëngjesit për pastrimin e parkut të liçenit artificial të Tiranës, së bashku edhe me Korpusin e Paqes, por edhe me shumë grupe të tjera vullnetarësh që veprojnë tashmë në Tiranë, do të ndërmerren shumë fushata që i vinë në ndihmë të pamundurve, por edhe që ndihmojnë për të bërë një qytet më të mirë, ndërsa aksioni i radhës do të jetë ai i shtatorit, ku do të mbillen rreth 50.000 pemë. Vetvrasjet shënuan një bilanc të frikshëm viktimash javën që lan pas. 4 të rinj i dhanë fund jetës duke u vetvarur apo helmuar, akti kryer në një gjendje të rënduar psikologjike. Psikologët shprehen se shumë të rinj ndihen të pashpresë emocional dhe ndikojnë negativisht ndaj modeleve që jepen në media. Familjarëve u kërkohet të jenë më të hapur në komunikimin me ta. Vetvrasjet janë kthyer në përmasa shqetësuese duke shënuar një bilanc të frikshëm për sa i takon numrit të viktimave. Vetëm në javën që lan pas, 4 persona i dhanë fund jetës duke u vetë flijuar, sipas familjarëve për shkaqe që lidhen me gjendjen e rënduar emocionale psikologjike dhe përjetimeve të forta pas ndarjeve nga historitë e dashurisë. Një 19 vjeçare në Fier u hodh nga kati teti një pallati dhe ende arsyet janë mister. Një adoleshente në Puk u vetvar 500 metra larg shtëpisë dhe një 20 vjeçar nga Fieri u helmua me fotoksin pas ndarjes nga i dashur e tij. Në të gjitha rastet, personat që shkuan drejt aktit ekstrem janë në një moshë të re. Për psikologët, arsyet lidhen me impaktin e rrjeteve sociale, papunësinë dhe kushtet e vështira ekonomike. Këto grup mosha së parë janë në verë, pra nuk ka një agent, po themi si që shkolla dhe detyrimet e tyre. E vetmja jetë e pasur sociale dhe kulturore janë vetëm media, po themi media sociale. Në Shqipëri njerëzit e kanë shumë vështirë që të kërkojnë një ndihmë, po themi që është e specializuar edhe tek ekspertët e fushës. Për mjekët psikiatër, problemet e shëndetit mendor duhet të konsiderohen si patologji, qoftë për anktin, depresionin apo çrregullime të tjera. Suicidi është një komplikacion
i sëmundjes mendore. Pra, në këtë logjik, nëse ne paraprim dhe marrim masa që nga edukimi shëndetësor për të bërë të qartë që sëmundjet mendore janë si çdo sëmundje tjetër, duhen kapur sa më parë. Por si mund të parandalohen raste të tilla? Në këtë pikë, psikologët thonë se media duhet të filtrojë më tepër informacionin që jep. Edhe pse prezantohen nga media vizive, ata arrin që të riprezentohen më me shumë detaje nga media më sociale, duke dhënë shumë detaje, dhe këto për fatin e keq e shtyn diko më pas, i cili është në atë lloj, po themi, në atë lloj tentative që ta rimendoj. Këshillohet që personat cilët vuajnë nga akthi dhe depresioni të flasin me familjarët e tyre, por edhe me mjekun e familjes. Shpesh personat shkojnë në mjek të gabuar, përqindje rastesh që shkojnë në farmaci dhe kërkojnë ndihmën e farmacistit për tu trajtuar, kur nuk duhen marrë mjekime të cilat janë specifikisht kompetence mjekut psikiatër. Shqipëria nuk ka statistika zyrtare përsa i takon rasteve të tilla të rënda, por OBSH, referuar studimeve, raporton mesatarisht për 200-230 vetvrasje në vit. Ulje drastike të 1700 artikujve në rrjetin e dyqaneve Gotek në të gjithë Shqipërinë. Menaxherët e kompanisë ftojnë të gjithë qytetarët të bëjnë blerjet e tyre në datat 13, 14 dhe 15 korrik për të përfituar nga ky bum ofertash. Artikuj elektroshtëpiak në këto 3 ditë do të jenë me një ulje 70% për markat më të njohura ndërkombëtare që janë ekskluzivitet i Gotek. Bum uljesh në Gotek Electronic, një nga kompanit lider tashmë në vend për tregtimin e elektroshtëpiakeve dhe produkteve të tjera elektronike. Gotek ju ofron mundësinë unike që këtë verë të përfitoni nga ulje të drastike deri në 70% për 1700 produkte nga të gjitha kategoritë për markat më të garantuara ndërkombëtare dhe ekskluzive në Gotek, si Hotpoint, Ariston, Indesit, Kanti, Elika, Hyundai, Samsung e të tjerë. Në këto ofertë do të gjeni frigorifer Hotpoint Ariston me ajër, klasi A++, për vetëm 49.990 lekë. Kondicioner Hyundai, cilësi e garantuar 9.000 BTU, on-off për një çmim për 27.990 lekë. Gotek vazhdon të çudis për 3 ditë me radhë. Ofertat pafund në datat 13, 14 dhe 15 korrik. Gjithashtu, këto ditë do të gjeni me ulje dhe lavatriçen me çmim bomb Hyundai klasi energjisë A++ 6 kg për 1000 xhiro vetëm për 22.990 lekë. Shtrydhse Simbo me 70% ulje 1000 watt vetëm 2.990 lekë. Këto oferta dhe shumë të tjera do t'i gjeni në rrjetet Gotek Electronics, sepse çudia vetëm 3 ditë zgjat. Në të gjithë rrjetin e dyqaneve Gotek në Tiranë, Durrës, Korçë, Pogradec, Lezhë dhe Peshkopi, klientët mund të përfitojnë nga ofertat në sektorët e Gotek Electronics në datat 13, 14 dhe 15 korrik. U zhvillua në qytetin e Durrësit turneu ndërkombëtar i notit për të rinj dhe të rritur, ku morën pjesë rreth 300 notar nga 21 ekipe të ndryshme nga Shqipëria dhe Kosova. Me rekorde dhe rezultate mjaft të larta, u mbyll kampionati mbarkombëtar i notit për të rinj dhe të rritur, i zhvilluar në pishinën e Durrësit Taq Dafa, ku morën pjesë 300 notar nga 21 ekipe pjesëmarrëse. Nikol Merize me 1207 pikë të grumbulluar dhe Klavio Meça me 1355 pikë u shpallën notarët më të mirë të këtij aktiviteti, i cili u zhvillua për 3 ditë me radhë në qytetin bregdetar. Alessia Neziri për të reja dhe Frens Bërdik në kategorinë e të rinjve, gjithashtu ngjitën në malën më të lartë të podiumit, duke u shpallur si më të mirët e turneut për këtë grup mosh. Studenti fitoi titullin kampion për të rritur me 213 pikë. Dominimi i këtij klubi u reflektua edhe tek femrat, që e mbyllën në vendin e parë të klasifikimit me 198 pikë. Në klasifikimin e përgjithshëm për të rinj, Teuta Meshkuj u shpall ekipi më i mirë, kurse për femër në këtë grup mosh, kampione u kurorzuan vajzat e ekipit Stela. Për Kosovën dominoi Step në të gjitha grup moshat, duke u shpallur ekipi kampion, si për vajza ashtu edhe për djem. Sa i përket ekipeve kampione në kampionatin mbarkombëtar, për Meshkuj më i miri u cilësua Studenti, i ndjekur nga Teuta dhe Step.
ndërsa për femra u vlerësua skuadra nga Kosova Step. Në këtë kampionat rekordet të re u regjistruan vetëm në stafet. Në përfundim të garave, presidenti i Federatës Shqiptare të Notit Agim Qeraku, duke vlerësuar sportistët për punën e kryer, u shpreh kënaqur me pjesëmarrjen dhe rezultatet e arritura. Mbarvajtja e kampionatit tot 3 ditë ka qenë në mënyrë të shkëlqyer, sepse edhe vetë kushtet e pishinës së Durrësit janë shumë të mira. Edhe garat natyrisht, që duke qenë dhe kushtet shumë mira, dhe garat janë shumë të mira. Rezultatet e garave kanë qenë të mira, kanë qenë të kënaqshme. Rekorde ka pasur. Aktivitetet e kësaj natyre i arrisin mjaft vlerën sportit të Notit në Shqipëri, i cili megjithëse nuk ka marrë për kujdesjen dhe vëmendjen e duhur, vijon të prodhojë talente.